Sarniko është një komunë bashki në provincën e Bergamos në rajonin italian të Lombardisë, rreth 70 km në verilindjet e Milanos dhe rreth 20 km në lindjet e Bergamos në skajin jugor të liçenit Iseo. Në brigjet jugore të liçenit të Iseos, aty ku uji lind me dritën e mëngjesit dhe qetësia flet më shumë se fjalët, ndodhet Sarniko, një qytet i vogël, por me një histori që përshkron shekujt. Referencat e para historike për Sarnikon datojnë në vitin 861, kur njihej një vend i thjeshtë peshkimi. Në atë kohë, jeta e banorëve lidhej ngushtë me liçenin, tokën dhe natyrën që rrethonte. Gjatë mesjetës, Sarniko u fortifikua, qyteti u rrethua me mure mbrojtëse dhe 3 porta hyrëse, duke u bërë një qendër me rëndësi strategjike për zotrimet lokale dhe më vonë për Republikën e Venecias. Rrugicat e ngushta, ndërtimet me gurë dhe gjumet e kështjella të dikushme ruhen ende sot në zemrën e qytetit të vjetër. Me kalimin e kohës, Sarniko u zhvillua ekonomikisht, guroria lokale, aktiviteti tregtar dhe ndërtimi i mjeteve lundruese e shndruan qytetin në një pikë referimi për rajonin. Në vitin 1859, gjatë luftrave për pavarësinë e Italisë, Sarniko u pes skena një episodi historik të njohur si Ngjarjet e Sarnikos. Një grup patriotësh nga Bergamo u përpoq të organizonte një kryengritje kundër sundimit austriak, me synim që të hapnin rrugën drejt çlirimit kombëtar Italisë. Edhe pse revolta u konsiderua e parakohshme dhe u ndal me forcë, kjo ngjarje mbeti simbol i aspiratës për liri dhe bashkim të Italisë. Një dëshmi se edhe qytetet e vogla mund të luajnë role të mëdha në momente kyçe të historisë. Pas bashkimit të Italisë në vitin 1861, Sarniko e nisi udhëtimin e saj të ri. Në fillim të shekullit 20, arkitekti Giuseppe Sommaruga solli këtu stilin Liberty, villat elegante buzliçenit të porositura nga familjet Facononi i dhanë qytetit identitetin e tij të veçantë arkitektonik, ku historia takohet me artin. Sot Sarniko është një vend ku e kaluara dhe e tashmja bashkëjetojnë në mënyrë harmonike. Rrugët e qeta, tregu javor, aktivitetet kulturore dhe shëtitoria gjatë buzliçenit e kthejnë këtë qytet në një destinacion që frymon traditën dhe qetësi. Çdo cep i tij tregon një histori, çdo godinë e ruan një kujtim. Sarniko nuk është vetëm një qytet, është një rrethim i gjallë që fillon në mesjet, kalon përmes zjarreve të rilindjes italiane dhe mbrin deri në ditët tona, si një simbol i qëndrueshmërisë dhe transformimit. Në këtë vend të heshtur e të bukur, historia nuk harrohet, ajo vazhdon edhe sot të tregohet.